Vazhdoj me lajmet të tjera. Mjeku Erion Kallogjeri, një shembull i suksesit të humanizmit shqiptar në Greqi. Komuniteti shqiptar në Greqi, fal punës, vlerat dhe kontributit të tij në fusha të ndryshme, ka arritur ndërtoi ndër vite një imazh pozitiv dhe të respektuar në shoqërinë greke. Një ndër shembujt dhe përfaqësues e këtij suksesi është dhe doktor Erion Kallogjeri, mjek obstetër ginekolog, i cili ka kërcëtuar profesionalizmin e lartë me përkushtimin human ndaj pacientëve dhe komunitetit. I lindur në Saran në vitin 79, doktor Kallogjeri ka ndërtuar një forminë të pasur akademik, një karrierë qëndrueshme në mjekësinë greke. Aktualisht është kryemjek i qendrës specializuar të onkologjisë ginekologjike në klinikën e përgjithshme në ISO, ku kryen operacione kirurgjikale të avancuara, përfshirë ndërhyrje minimale invazive, laparoskopike dhe robotike. Paralelisht ai drejton një klinikë private në qendër të Atinës pranë sheshit Victoria, Pedion 2 Aeros, duke ofruar shërbime diagnostikuese dhe terapeutike në teknologji bashkëore. Doktor Erion Kallogjeri është kandidat për doktoratur në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit Kombëtar Kapodistria të Athinës, ka botuar publikime në mjaft revista shkencore greke dhe ndërkombëtare, është antar i disa shoqatave prestigjioze evropiane të onkologjisë.